Kurti pas takimit me Osmanin, që zgjati mbi 2 orë, tha se angazhimi i tij do të jetë në frymën e bashkëpunimit me konsultime dhe idenë e kompromisit me parti politike për zgjedhjen e ngërçit në kuvend dhe formimin të qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Megjithatë, ai tha se do të shohin sa është bërë përparim pas përfundimit të takimeve të tjera që presidentja Vjosa Osmani i ka me përfaqësuesit e partive politike. Përkitazi me këtë, ai nënvizoi se duhet t'i jepet shansi edhe takimeve të tjera dhe në fund të shihet se cili është progresi për tejkalimin e ngërçit në kuvend dhe formimin e qeverisë së re. Përfunduam takimin me presidentin Osmani lidhur me konstituimin e kuvendit të Republikës në dritën e aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese. Afatet po rrjedhin. Në javën e fundit të korrikut duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re që i përgjigjet kuvendit të ri të Republikës. Diskutuam gjëra gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidenti do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim i tillë. Unë besoj që duhet t'i japim shansën edhe takimeve të tjera dhe në fund të shohim se cili është progresi për cilin jemi të interesuar që të gjithë. Faleminderit. Krahas Kurtit, presidentja Osmani do të presë të mërkurën në takim edhe krerët e partive tjera në Kosovë.